rritet numri të infektuarve në Gostivar, kryeministri paralajmëroi se nesër do të ketë ujë për larje në Gostivar. LSDM dhe VMRO shpërsojnë akuzat për krizën në Gostivar, opozita kërkon përgjegjësi për reagimin e vonuar, pushteti insiston se situata është nën kontroll. 63 vjet nga tërmeti katastrofik që goditi Shkupin, në Qarshiu vendos pllak për kujtimore për urbanistin polak, ndihmoi në rimëkëmbjen e qytetit. Rriten tensionet në kufirin lindor të NATO-s, Rumania rrezon dronin e tretë brenda 3 ditëve. Përshëndetje shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. Situata në Gostivar ka nisur të qetësohet, ndërsa numri të helmuarve ende nuk ka rënë në 100. Ekipet e ndërmarrjes ujësjellësi nga Shkupi momentalisht ndodhen në Gostivar, ku po kryen hiperklorimin e rrjetit të ujësjellësit në këtë qytet, ku muajin e fundit uji ka qenë i ndotur dhe ka shkaktuar helmimin e mirë a qytetarëve. Kryeministri tha sot se rezultatet janë të mira dhe presin që nesër të njoftohet se uji është teknikisht i sigurt për përdorim. Kryeministri Ristian Mickoski pret që nesër uji në Gostivar të jetë teknikisht i sigurt për përdorim. Ai tha se po zhvillohet procesi i hiperklorimit të rrjetit të ujësjellësit dhe rezultatet më të fundit të analizave të ujit në Gostivar janë të mira dhe për këtë pret që më së voni deri nesër institucionet kompetente të njoftojnë se uji është teknikisht i sigurt për përdorim. Ekipet e ujësjellësit nga Shkupi ndodhen në Gostivar dhe po punojnë në hiperklorimin e instalimeve. Rezultatet tashmë janë të mira. Pres që sot ose më së voni nesër të publikohet njoftimi se uji është teknikisht i sigurt për përdorim. Brenda një afati rekord për një javë, problemi u sanua. Më habit fakti që opozita ende nuk ka dalë me kritika ndaj komunës dhe udhëheqjes që ajo mbështeti në zgjedhjet lokale. Ndoshta e humbën atë mundësi, por në skenën tonë politike ka shumë njerëz që përpiqen të fitojnë pikë politik pa e kuptuar se kjo kthehet si bumerang. Në lidhje me akuzat e opozitës, ai përsëriti qëndrimin se qeveria ka ndërmarrë masat e nevojshme, ndërsa akuzoi opozitën se po përhap dezinformata dhe panik të panevojshëm në mesin e qytetarëve, duke u bazuar në raporte të vjetra për papërshtatshmërinë e ujit. Politika e qeverisë është të japë rezultate dhe kështu do të vazhdojmë. Përgjegjësia e plotë dhe kompetenca për atë që ndodhi në Gostivar tashmë është identifikuar nga prokuroria. Mëtej, ata do të vazhdojnë të përcaktojnë nëse ka nevojë të identifikojnë edhe përgjegjësi të tjera nga ana e shtetit, edhe pse kjo nuk është në kompetencën tonë. Autoritetet kanë shpallur epideminë në qytetin e Gostivarit pasi si pasojë e ndotjes së ujit të pishëm mbi 4.000 qytetarë janë helmuar dhe kanë kërkuar ndihmë mjekësore në spital. Për këtë organet e drejtësisë kanë hapur edhe lëndë ku momentalisht janë në arrest 3 zyrtar komunal. Ndërkohë, LSDM dhe VMRO DPMN u përplasën për menaxhimin e krizës me ujë në Gostivar. LSDM akuzoi ministrin e shëndetësisë Sasho Klekovski për reagim të vonuar të institucioneve duke kërkuar dorëheqje dhe përgjegjësi. VMRO DPMN i holli poshtë akuzat duke pretenduar se institucionet po e stabilizojnë situatën dhe se opozita po përpiqet të përfitojë politikisht nga ngjarja. Kriza me ujin dhe rastet të shumta të qytetarëve që kanë kërkuar ndihmë mjekësore në Gostivar është ndëruar në objekt të përplasjeve të ashpra politike mes LSDM-s dhe VMRO DPMN-s. Antarja e bordit ekzekutiv të LSDM-s, Renata Mladenovska, akuzoi ministrin e shëndetësisë Sasho Klekovski se ka pranuar se institucionet kanë reaguar me vonesë ndaj situatës në Gostivar. Sipas saj, ky pranim konfirmon dështimin e institucioneve në mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Në spitalin e Gostivarit tashmë mbi 4.000 qytetar kanë kërkuar ndihmë mjekësore. Ata u sëmurën sepse dritat e kuqe të Mickovskit dhe Klekovskit u ndezën tepër vonë. Ky pranim i Klekovskit nuk e zvoglon fajin, por përkundrazi e konfirmon atë.
Ky është një pranim për kolaps të plot të sistemit në udhëheqjen e Mickovskit dhe organizatës së tij kriminale. LSDM sqaron se banorët e Gostivarit kanë konsumuar ujë të kontaminuar për 22 ditë, ndaj kërkojnë përcaktimin e përgjegjësisë institucionale, dorëheqjen e ministrit Klekovski dhe të zyrtarëve të tjerë përgjegjës, si dhe kontrolle urgjente të cilësisë së ujit në të gjithë vendin. Ndërkaq, VMRO DPMN hodhi poshtë akuzat e opozitës. Deputeti Brane Petrushevski deklaroi se LSDM po përpiqet të përfitojë politikisht nga situata, ndërsa institucionet kompetente po punojnë për stabilizimin e gjendjes në Gostivar. Projekata na građani vo Gostivar. Numri i qytetarëve në Gostivar që kërkojnë ndihmë mjekësore në institucionet shëndetësore është në rënje, ndërsa këto ditë qytetarët do të kenë ujë teknikisht të rregullt që mund të përdoret për larje, nevoja sanitare dhe mirëmbajtjen e anviserive. Në fund të javës së ardhshme pritet të kenë edhe ujë me cilësi të përshtatshme për pije. Partia në pushtet akuzoi gjithashtu LSDM-n për përhapje të dezinformatave, duke përmendur rastin e pretendimeve për cilësinë e ujit në Vallandov, për të cilët, sipas VMRO DPMN-s, analizat e jashtëzakonshme kanë treguar se uji është i sigurt për konsum, ndërsa opozita kërkon përgjegjësi politike dhe dorëheqje për reagimin e vonuar të institucioneve. Pushteti insiston se situata është nën kontroll dhe se institucionet po ndërmarrin të gjithë masat e nevojshme për normalizimin e furnizimit me ujë dhe menaxhimin e situatës në Gostivar. Qyteti i Shkupit pretendon se ka rritur intensitetin e punimeve në projekte që synojnë rritjen e cilësisë së infrastrukturës në kryeqytet. Numri 1 i qytetit të Shkupit tha se po punohet me intensitet në nyjen rrugore Momin Potok dhe bulevardin Boris Trajkovski, të cilët sipas tij pritet të vijnë në funksion në fund të vitit. Kryetari i qytetit të Shkupit Orce Gjorgjevski paralajmëroi sot se deri në vitin e ri do të vihet në funksion i gjithë segmenti i nyjes rrugore Momin Potok. Gjorgjevski gjatë inspektimit të sotëm të punimeve ndërtimore në Momin Potok tha se ky projekt kompleks kapital përfshin 5 ura të reja, mure mbajtëse, mbrojtëse dhe shtigje për komsor e biçikleta, të cilat pritet të lehtësojnë ndjeshëm trafiku në këtë pjesë të qytetit. Nyja rrugore përfshin shtigje për biçikleta dhe këmbësor, janë ndërtuar rreth 2 kilometra, mure mbajtëse dhe po punohet me gjithsej 5 ura. Ura që ndodhet pranë nesh do të betonizohet të martën dhe më pas do të vihet në funksion për lidhjen e plotme rreth rrotullimin që ndodhet 500 metra larg. Urën e fundit po e ndërtojmë në pjesën e Sarajit, ku ura e vjetër po shembët dhe po zgjerohet. Sa i përket bulevardit Boris Trajkovski në Draçev, Gjorgjevski tha se çështjet pronësore janë zgjidhur plotësisht, puna në trasem po vazhdon dhe afati i përfundimit është gjithashtu deri në vitin e ri, ndërka që ai theksoi se gjatë muajit gusht do të fillojnë edhe lidhjen e Gazibabës me aerodromin përmes bulevardit General Mihajlo Apostoski, ku pritet të përfundojë afati për lirimin e objekteve. Nga ana tjetër, kryeministri Hristian Mickovski paralajmëroi po ashtu furnizimin e qytetit të Shkupit me kamion, cisterna dhe makina për pastrimin e rrugëve, po ashtu ai tha se ka përfunduar tenderi për autobuset elektrik dhe aktualisht është duke u zhvilluar procesi i ankesave. Çmimet e derivateve të naftës vazhdojnë të rriten për shkak të luftës SBA-Iran. Kryeministri i vendit Hristian Mickovski ka deklaruar se qeveria po e ndjek nga afër situatën me çmimet e naftës, duke siguruar qytetarët se do të reagojë sipas nevojës për të ruajtur çmimet e ulëta të karburantëve. Ndjekim situatën me naftën. Ne ende jemi vendi i cili është me çmimet më të ulëta në rajon kur bëhet fjalë për benzinën dhe dizelin. Do të reagojmë ashtu siç kemi reaguar edhe deri më tani. Qytetarët duhet të jenë të qetë. Ne do të vazhdojmë të jemi shteti me çmimin më të ulët të benzinës dhe dizelit, edhe pse është prodhim i bursës dhe nuk është prodhim që varet nëse është biznesmen i mirë apo më i keq, politikan më i mirë apo më i keq. Të gjithë blejmë nga i vendi njëjtë, deklaroi kryeministri Hristian Mickovski. 1 litër naftë ka arritur në 94 denar, ndërsa nesër Komisioni Rregullatori i Energjetikës pritet të publikojë çmimet të reja. Shkupi sot shënon 63 vjetorin e tërmetit katastrofik që ndodhi me 26 korrik të vitit 1963, kur jetën e humbën 1070 persona, ndërsa 3000 ishin të lënduar.
Tërmeti në Shkup në vitin 1963 është i njohur si një nga tragjedit më të mëdha që ka ndodhur në historinë e qytetit, por njëkohësisht edhe një mundësi për botën të tregoj solidaritet dhe të ndihmojë në rimëkëmbjen e komunitetit. Tërmeti katastrofik në Shkup ndodhi në orën 5:17 minuta, ndërsa dridhje më të vogla kishte deri në orën 5:43 minuta. Me këtë rast ishin rënuar 15.800 banesa, ndërsa janë dëmtuar 28.000, mbi 200.000 njerëz kishin mbetur pa kulm mbi kokë. Pas tragjedisë në Shkup, Kryqi i Kuq ndërkombëtar kishte dërguar apel deri tek të gjithë organizatat të organizojnë ushqim, ndërsa Unioni Interparlamentar dërgoi rekomandim deri tek të gjithë parlamentet dhe qeveritë të ndihmojnë në rimëkëmbjen e qytetit. Në 63 vjetorin e tërmetit të Shkupit u shpalos pllaka për kujtimore kushtuar urbanistit të njohur polak Adolf Ciborovski, i cili ndihmoi në rimëkëmbjen e qytetit. Kryetari i Komunës së Çajirit theksoi rëndësinë e kujtesës historike dhe vlerësimit të personaliteteve që kanë lënë gjurmë të përhershme në zhvillimin e Shkupit. Në shenjë nderimi për një nga figurat që la gjurmë në historinë e Shkupit, sot u shpalos pllaka përkujtimore kushtuar urbanistit të njohur polak Adolf Ciborovski. Ceremonia u organizua si shprehje mirënjohjeje për kontributin e tij në rindërtimin e kryeqytetit pas tërmetit të vitit 1963 dhe ruajtjen e trashëgimisë historike të qarqisë së vjetër të Shkupit. Në këtë ngjarje morën pjesë kryetari i Komunës së Çajirit Izet Mexhiti, kryetari i qytetit të Shkupit dhe mbesa e Adolf Ciborovskit, të cilët vlerësuan figurën dhe veprën e urbanistit polak. Mexhiti tha se Ciborovski dha një kontribut të rëndësishëm për planifikimin e urbanit të qytetit. Tërmeti katastrofik i vitit 1963 shënoi një ktesë vendimtare në historinë urbane të Shkupit. Rindërtimi i qytetit vështira shpërblonte edhe një sfidë për të përcaktuar se si do të duket dhe çfarë identiteti do të kishte Shkupi në të ardhmen. Pikërisht në këtë proces, Adolf Ciborovski dha një kontribut të rëndësishëm si një nga ekspertët kryesorë ndërkombëtar të angazhuar në planifikimin e urban të qytetit. Ndërkohë, kryetari i qytetit të Shkupit theksoi se Ciborovski është një emër kyç dhe se nuk duhet të mbetet i papërmendur. Në ditën kur shënojmë 63 vjetorin e tërmetit katastrofik, nuk du të lejojmë që në këto ditë të mbetet pothuajse i papërmendur një nga emrat kyç për qytetin e Shkupit në moment solidariteti dhe të rindërtimit. Bëhet fjalë për zoti Adolf Ciborovski, i cili, siç theksoi edhe kolegu Izeti, pati një rol vendimtar në periudhën nga viti 1964 pas tërmetit deri në vitin 1967 për të ruajtur autenticitetin e një prej pasurive më të mëdha kulturore të qytetit të Shkupit. Mbesa e urbanistit të njohur polak u shpreh se është e surprizuar që kujtimi i tij ende vazhdon të ruhet. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time të thellë për kujtimin e arritjeve dhe punës së palodhur të tij në udhëheqjen e misionit të Kombeve të Bashkuara për hartimin e planeve për rindërtimin e Shkupit. Në të njëjtën kohë jam e surprizuar dhe e prekur që kujtimi i tij vazhdon të ruhet me kaq sinqeritet dhe sot. Ceremonia u mbyll me vendosjen e luleve pranë pllakës përkujtimore, e cila nga sot do të shërbejë si një simbol i përhershëm mirënjohjeje për Ciborovskin. Në Shkup janë duke u mbajtur garat ndërkombëtare kuranore, ngjarje kjo që organizohet për të katërtën vit me radhë nga Ministria e Çështjeve Islame të Arabisë në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë. Kryetari BFI-s, Shaqir Fetau, tha se bashkëpunimi i bërë është dëshmi se Kurani vazhdon të jetë një urë që lidh popull, kultura dhe shoqëri. Të shtunën në mbrëmje është mbajtur ceremonia solemne e hapjes së edicionit të 4 të garave kuranore ndërkombëtare, organizuar nga Ministria e Çështjeve Islame të Arabisë në bashkëpunim me Bashkësinë Fetare Islame të Maqedonisë, duke shënuar kështu nisjen zyrtare të një prej ngjarjeve më të rëndësishme në fushën e leximit dhe mësimit të Kuranit famëlart. Ceremonia ka filluar me leximin e Kuranit, ku për publikun krijuar një atmosferë e bukur shpirtërore. Atashehu për çështje fetare në Sarajevo theksoi se Mbretëria e Arabisë Saudite ka organizuar edhe shumë gara ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare.
Gjithashtu mbretëria ka organizuar shumë gara ndërkombëtare, rajonale dhe kombëtare në fushën e memorizimit, leximit, texhvidit dhe komentimit të Kuranit fisnik, duke ndarë çmimet e denja për madhështinë e librit të Allahut. Ndër këto gara bën pjesë edhe kjo garë në të cilën ndodhemi. Kryetari i BFI-s, Shaqir Fetahu, tha se bashkëpunimi i bërë është dëshmi se Kurani vazhdon të jetë një urë që lidh popull, kultura dhe shoqëri. Ky bashkëpunim fisnik është dëshmi se Kurani, si burim i udhëzimit hyjnor, vazhdon të jetë një urë që lidh popujt, kulturat dhe shoqëritë, duke forcuar vlerat e dijes, paqes dhe mirëkuptimit. Kurani famlart nuk është vetëm një libër që lexohet, me zë të bukur dhe ruhet në zemrat e hafizëve, por është udhërëfis i jetës, burim i moralit, dijes dhe qytetërimit të përgjithshëm. Ka garues që marrin pjesë për herë të parë dhe të tjerë për të tretën ose të katërtën herë, për ata Kurani është drita e jetës. Për më garu, e porë, së di, e emocionum. Kjo është hera tretë. Po në fillim ka qenë pak më vështirë sepse ka qenë hera parë, tashti kam pak më lehtë. Kurani është drita e jetës sepse gjithashtu i ka rregullat e jetës dhe është gjithçka për mua. Unë Kur'an nuk di shumë, por kam ndoshta që 4 vjet. Në ndjen është e papërshkueshme sepse gjithmonë ke dëshirë që të lexosh sa më shumë. Po, mendoj që edhe të garoj me shumë gjuza. Gara e organizuar do të mbahet 3 ditë radhazi dhe pritet të përfundojë më 28 korrik, gjithashtu me një ceremoni përmbyllëse ku do të shkëmbehen dhurata dhe mirënjohje për garuesit. Konvoi ndërkombëtar i Palestinës është nisur sot drejt Sarajevës ndaj Srebrenicës, stacioni i parë në itinerariin përmes të cilit pjesëmarrësit synojnë të tërheqin vëmendjen e opinionit publik ndërkombëtar ndaj krizës humanitare dhe shkeljave të drejtave të njerëzit në Palestinë, raporton Anadolu. Konvoi i cili mbledh përfaqësues të shoqërisë civile dhe vullnetar nga disa vende kishte nisur më herët udhëtimin nga Franca. Organizatorët e përshkruajnë atë si një iniciativë ndërkombëtare qytetare me një nga itineraret më të gjata të organizuara ndonjëherë. Në Srebrenicë pjesëmarrësve do të bashkohen aktivistë nga disa vende evropiane, pas së cilës do të vazhdojnë së bashku rrugtimin drejt Palestinës me synim përfundimtar mbërritje në bregun perëndimor të pushtuar. Organizatorët theksojnë se zgjedhja e Srebrenicës si stacion i parë është simbolike dhe përbën një kujtesë se tragjeditë e mëdha njerëzore nuk duhet të harrohen dhe as të përsëriten. Gjatë udhëtimit janë planifikuar takime të shumta dhe aktivitete publike me qëllim informimin e opinionit publik për situatën humanitare në Palestinë dhe promovimin e vlerave të paqes, drejtësisë dhe dinjitetit njerëzor. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për momentin ka pezulluar planet për përshkallëzimin e operacioneve ushtarake kundër Iranit për shkak të shqetësimeve lidhur me paksimin e rezervave amerikane të raketave për mbrojtjen ajrore. Sipas gazetës New York Times, vendimi u mor pas një takimi të zhvilluar dje me këshilltar të lartë dhe zyrtar të kabinetit. Zyrtarët ushtarak paralajmëruan se rifillimi i operacioneve të mëdha luftarake mund të shtërronte në mënyrë të rrezikshme raketat përgjuese Patriot dhe municione të tjera të nevojshme për mbrojtjen e trupave dhe bazave amerikane në lindjen e mesme. Administrata e presidentit Trump, sipas gazetës, është gjithashtu e shqetësuar se përshkallëzimi i mëtejshëm mund të shkaktoj kundër përgjigje më të fuqishme nga Irani, të largoj aleatët e SBA-s në gjirin persik dhe të përkeqësoj krizat globale të energjisë dhe refugjatëve. Tensionet në kraun lindor të NATO-s po vazhdojnë të shtohen pasi Rumania njoftoi se një avion luftarak F-16 i forcave ajrore rumune ka rëzuar një tjetër dron që kishte hyrë pa autorizim në hapësirën ajrore të vendit. Ky është incidenti i tretë brenda 3 ditësh duke ngritur shqetësime në Bukuresht për sigurinë në zonën kufitare, ndërsa lufta në Ukrainë vijon dhe përplasjet pranë kufive të NATO-s janë shtuar.
Sipas Ministrisë së Mbrojtjes së Rumanisë, droni u zbulua duke lëvizur në hapësirën ajrore rumune dhe u neutralizua të dielën në mëngjes nga një pilot që drejtonte një avion luftarak F-16. Autoritetet bën të ditur se droni u rrëzua mbi ujërat territoriale të Rumanisë rreth 12 kilometra në verilindje të Sulinës. Autoritetet rumune po vijojnë hetimet për të përcaktuar origjinën e dronëve. Sipas prokurorëve që po analizojnë mbetjet e njërit prej dronëve të rrëzuar më herët, provat paraprake tregojnë se bëhet fjalë për një dron të tipit Shahed, model që përdoret nga Rusia në operacionet ushtarake në Ukrainë. Presidenti rumun Nisor Dan tha se çdo shkelje e hapësirës ajrore rumune është e papranueshme. Kjo është hapësira ajrore e NATO-s dhe Bashkimit Evropian dhe çdo incident i tillë trajtohet me seriozitetin më të madh në bashkëpunim me aleatët tanë, është shprehur Dan. Kjo ishte e gjitha për këtë edicion informativ, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë, mirupafshim.